doni mirë për ushqim në gjo, qa doni? Në orën 8, këto kishin nik, kishte ardhi makine ati plakut ma tuf, ja kishte qu djanin, po do ta verifikoj, isha nuk ashtë një që e di unë, se në qoftë aj si menoj unë, ti kënë talqojnë bronzin, kur dojnë, edhe kishte ardhë një makinë aty, në orën 3:30, e i kishte marrë këtë zonjushe, kjo pranvera zonjusha të i bëjt 4-5 valigje të ikë me vrap, se do jo hellë edhe kamrat, se është në kamera kaj, se... Edhe ikin këta, në orën 3:30 ikin nga shpia, se të thojnë asë i gjanë, në orën 8:30 darkës, merë mua jo zonjusha, thot, ne do ikim, po pse do ikni, e keni pa telefonatën, se është të profili jem, shko shifin e telefonatën. Edhe, dhe me thane, gjithë skenimi ishte që kjo me ik, mu largu nga unë, sepse Eli nuk po na le që të transferojmë leket nga GoFondi në bankë, sepse unë isha pengesa e këtyre, sepse unë isha me emrin tim, si emergency, si njeriu ma i besueshëm, se s'po di si thot shqip, emergency kontakt, të thot, kjo ishte regjistruar në spital në emrin tim, në adresin e shtëpisë teme, në numrin e telefonit tem, dhe kjo gja këta, po ju shkat, unë nuk e di, unë i shkreti me drejt zotit, me ju dhanë adres shpije dhe oke, jetojnë këto, janë këto, unë jam garant për këto, kjo është numër jeme. Unë se disha se këtojnë po ju prisha të rezitun me këtë gja. E këta po të rëboshim, qdo dit do ikim, po të ashi, pse ke ardhë nga Arabia? Ditën e parë do iki, ditën e dytë do iki, ditën e tretë iku. Tasha, mund të dim? Pra, kjo ikja, që ba një zonjusha, që më del këtë si viktim, ik, dhe me dhanë, del nga spitali, që spitali e nëzori jashta, del se s'ke nuk je smur. Ik, nga shpia, shkon një spital tjetër, hynë në emergency prap, emergenca që i thot, si për t'i marrë ato letrat e dyta, që motrat t'ja postojnë GoFondi t'kalojnë lek, sa aja është qëllimi tyre, t'marrë ato lek edhe nuk dëngjoni ma për ta kur. Pyt për e garante jonë. Ka shku, që se shifni këtë videon që kjo flet me Ilden këto, kjo është emergency room, dhe me thanë ka i nga shpia, ndarë kësolla unë nga spitalit, ku ishte e shtrume në spital, jo në emergency, të nesmen kjo të shohet e i ke futën një emergency tjetër. Dhe me thanë, kjo zonjusha ka qef, vla me nejtë vetëm me së ruma në përkra. Në marrë të letra edhe kjo është qëllimi të në. Nuk jam falë, as njëri. Ti për qëfar të duash, është shumë lot, po a i njëri mua më ka kërcënuar. Jo, zemra i nëse ke gabim, jemi të gjithë shqiptar. Jo, po flet shumë gabim. Kam të gjitha. Kjo të shi thot, me ka kërcënuar mu, ka kërcënuar edhe motrën. Edhe thot, i kam të gjitha. Unë e di se jeni të mpa këto, si ti si motra jote, si shëshëria jote, si njerëzit e tuj. Në qofë se ti e ke një kërcënim nga unë, se po thu i kam të gjitha, a kupton? Nga që po e thu vetë që i kam të gjitha. Në qofë se diku egziston një kërcënim nga unë të këty, unë ty do ty këtu publikisht, do e shej live një 20.000 veta, a do të kërkoj falje dhe t'ullëm 2 gjoj. Në qofë se ti e ke një kërcënim më të voglin e ma nga unë, ose një të keqe më të voglin e ma sa të zëjtë thonin nga unë do i marrë gjitha fjallët e mija mrapa, unë do të bëhem hajduti, ore qatë du shti do të bëhem unë, qatë të du ashti, por ama, dil edhe nëzire një provë sa më të voglin, sa të zëjtë thonin, ku unë të kam kërcënu. Se jam shumë kurios të di se unë nuk e di ku ashtu. Jam kurios për vedin unë të di ku të kam kërcënu, si të kam kërcënu. I kam të gjitha, kur të dalin, qëfar do më thua shti?
Kur të dalin, çfarë do më thoshte? Ja, të them unë, të thash. Kur të dalin këto të gjitha që unë të kam kërcënu, unë do të kërkoj falje ty publikisht, unë do bëhem hajduti, unë do i marrë gjitha fjalët e mia mrapa, po çfarë do moti? A deshe me dalë mirë me ftyrë, se nuk je hajdute. A? Shketi, del, ma nxjerr një provë, sa më të voglën, ku të kam kërcënu, edhe ta thash. Ti kur të dalin, ti të gjitha jote si do jenë. Të flas. Nuk më le që në fillim më mbyte, është i mirë, nuk është i mirë për mua. Me mua nuk është i mirë, këtë po të them, edhe unë të dua të... Si i thoi mo, ban mirë gjaj keq. Si i thota, ka si i thoi shkodran. Për mua nuk është i mirë. Nuk do jemi mirë kur. Për ty, sepse nuk është dakord kur më ofru lek. Nuk është dakord kur më thatë do t'i japim ato lek që ke pagu për siguracionin. Nuk është dakord kur ti me shoqet tuja se jam duke i prit me dalë, se do i degeneroj edhe ata, se i parë se më kishin ba dhe blok. Është sa jam tu, veç po pres edhe pak, po ja u pres përgjigjet, pastaj ja u napun përgjigjen edhe atyne. Nuk kesi me mdashti mu, se nuk mujte me mblej me $30,000, sa deshe me mlan? Mos ki mërak se këto shpenzimet e tuja, 30,000 do t'i japim ne, e këtë e atë, e sa fjallë tjera, ka shoqa jote që po pres, më shkrujnë vetë, mos t'hap, si thot ai, cubi, mos t'hap qelsin, kur t'hap qelsin. Pra ti s'kesi me mdash mu, nuk kesi me mdash se, ti ke ardhë me qëllim në Amerikë me marrë lek me motër dhe me ikë më zhduk. Si ke me mdashti mu? Unë ta prisha këtë punë, unë ta zorra ftyrën ty, familjes tane, shoqërisë tane, këtyne langareqave, se kanë fillu dhe me shatashi, me familje, pra jo inskenova, jo zorra këtë, jo hapa syt njerëzve. S'keni si me mdashti mu. Unë erdha në spital, e sëmur, padjen intime postoj foto, i thash, hiqi foto të paktën lejet kishe marrë. Qa jam unë njëri rrugëve që poston dhe të bështi shoh me fytyrën time? Kupton? Tashi, fotoja. Shkoni dhe profili jam edhe shife një foto. A duket gja foto me zëra ja fotoja? Për se do janë gjarë këtu. A është gja me zërë kjo foto, dhe? Qa ka kjo foto, jo? Ndërë spitalit? Ik marrë ti e burë 14 vjeç, ik se për ti shkardha i rap, pa ik për këto. Qa ka kjo foto, jo? Po ju pësë ju njerëzë, se thot, nuk me more leje mua që të zore foto. Në ka që unë i more leje, edhe foto në abani security i spitalit, polici i spitalit në abani foton. A i thash do t'a hell, këtë foto shqyqyrë se erdhe. Po, tha shumë mirë, hile tha se dhe unë tha do të bëj koment, do t'i bëj like. Tashi, thot, nuk me pyti mua për foton, nuk të pyta ty për foton, po ja ku je, e ki ba vetë foton, s'ta kam ba me zërë. Iko dhe kjo. Në aeroport, ta mos tregoni, kur arrita unë kishte postuar 1 milion broçklla për mua, që mua më ka përzën spitali, nuk më ka përzën spitali atje. Okej. Deri këtu është gjaja parë që po thot vërtetën kjo. Kur jam nis, kur e vendosëm marrë në Amerikë, thash mos tregoni, thash, pse? Se po të tregoj edhe ty pse,
po njerëzit din, ti je me vizë turistike, edhe me vizë turistike ti nuk lejohet më ardhë mu kuru pa dokumentacionin e duhur. Duhet kesh dokumentacionin e duhur. A nxohem unë? Më shkruaj dikush a nxohem. Okej, po. Tashi, ne e lam që ka marrë në Amerikë, me shtru në spital në Amerikë. Unë nuk i disha se këta janë intriga, se këta doshin marrë sa me hy një emergency room, me marrë ato letra, me marrë lekët edhe mu shdu. Të ishin planet e këtyne. Unë isha me zemër të bardhë, dhe më të thonë, hajde të fus me shëru. Pra, thash, si do vini në Amerikë, kemi viza, tha, se kemi punu, tha, me princat e Arabisë, kemi shku në Amerikë disa herë, ne për disa qytetet e Amerikës, me ato jemi në shërbimin e atyre dhe kemi vizat nga ato. Okej, thash, qa vize ke? Kam vizë turistike, bukur. Hajdeni, do ju presum në aeroport, por mos i tregoni askuj, të paktën derisa të vini të unë. Sepse rrezikon që të nalohesh. Qose për shembull ty oficer shef që je smur, të kërkon dokumentacionin, të thot, je smur po, ke ba kërkesë në spitale me dokumenta më ardhë më shtru në spital? Jo. Okej, këthu mrapsht. Edhe unë për të mirë i thash, majni sekret derisa të vini këtu, mos i thoni askuj. Se i thojmë, kur ja thu s'bahet kur, ku i thu dikuj diçka. Edhe kjo ishte qëllimi jam. Tashi, zonjusha, thot, na ka thonë, thot... Erdi në aeroport, ta mos tregoni, kur arrita unë kishte postuar 1 milion broçkulla për mua, që mua më ka përzën spitali, nuk më ka përzën... Kupton të shi? Kja e ka pas halin të Alex Visha, nuk e ka pas halin të vetja. Se unë nuk postova gja për këtë, para se marrë kjo në Amerikë. Unë për Samin edhe për Alexin, ku s'kisha mua betë për këtë fare. Pa, e kemi prejk aty ku nuk bën. Edhe, thot, kjo kishte postuar 1 milion broçkulla, që thot kjo, se tash i unë, duhet t'i marrë leje zonjush pran verës, të hyja po mos të hyjë në TikTok, të postoj po mos postoj, sepse zonjusha ka hallin marrë lekë dhe mu shduk. Tjetra. Mua thot nuk me ka përzën spitali. Ja. Spitali atje, nuk është e vërtet. Ka gënjur, asnjëri nuk ka marrë nga Dubai. Atje është shumë vend i sigurt dhe nuk ka në shanse që një njeri të bëjë këtë gjë. Tani. Live restriction. Bani report sa doni. A futën në report, ku diun që thot, për 10 minuta e në restricted. Nejse. E baj apel, mos kam agjensi, mos të lodhë një kotë, se kam agjensi, nuk më ba një gjo. Dhe, moj zonjushe, po a jeti që erdhe më the mu, me kanë sjedhur 8 muaj në spitale, në Dubai, me kanë zirë jetën në Arabi Saudite. Me kanë zirë jetën në 8 muaj në për spitale, sa një spital, sa një tjetër. A jeti ajo që me the, me futën një spital, me morën lekë të siguracionit, me qitën jashtë. Me futën një tjetër, me qitën jashtë prap, dhe të i treti me kërkuan $450,000 për një transplant që nuk ekziston. A jeti ajo? A jeti ajo që më the më kanë bëjë infekcion gjak në Arabi Saudite? Edhe a jeti ajo që po i thoshe modës tane dhe shoqës tane, ki kujdes kur flet për Arabin se nuk në lën me hy ma. Ta shi dele thu këtu, ato më kanë majtë mirë, ato është, po mirë se di, unë ta di qëdhimin.
pësha thuti, se ti do me marrë lek dhe mu këthy atje mu shduk, se s'ka njof kush deri mësot. Edhe prapa qëllim ke. Inshallah të realizohet menimin Aleksi se do me të balë i gofon tjetër 1 milion, dhe me i vjallë edhe njashtë, se keni vjallë pak. A kupton? Do të me të balë edhe një tjetër. Se s'ju dalin, si jeni shumë, jeni bë shumë. Sa veta jeni? 2, 3, 4, 5 veta. S'ju dalin 300, sa të kanë ngell? 380.000, sa të kanë ngell? Janë pak. Kështu që dënë me u balë një tjetër. 1 milion. Atëherë dëgjoj. Në radhë të parë njerë po flet gabim. Në qoftë se ti ke fakte dhe argumente, nuk flitet tu për shok, po flitet për drejtësi e dashur Pranvera. Në qoftë se ti ke të gjitha faktet. Për drejtësia me Dëgjoj tënde. Më beso Dëgjoj për zemra drejtësia tënde. me Në qoftë se ti siç keni ju gojë të flisni dhe të mbroni shoqërinë, jam edhe unë këtu. Jam po, jam me atëherë sumur pa. dëgjoj. Për flas, Jam e sëmur, po ama, unë bërtas, baj namin, jam këtu për të mbrojt. atë të Atëherë them, dëgjoj. atë që është e vërtetë dhe jo atë që ka thënë ai personi. Ai do mbaj përgjegjësitë e veta. Një personi, i ka dhënë buk me hangër, ka qenë në spital, i ka net mi kokë si me pas fëmijën e vetë. Atëherë dëgjoj pak Pranvera. Këtu nuk kam miq e shok, këtu jemi gjithë shqiptarë dhe përpara një sëmundje. Jo, nuk është për shqiptarë. Se Aleksin mua nuk më bezdisi fare, po më tha motër u shërofsh dhe dal shfaqe bardh, inshallah të shohim sa më mirë dhe nuk më tha asgjë ky tjetri fatura. Ku je? Aleksi, a kuptoni ju tërë se ku është mabeti, se ai cubja nej dhe le mban bukrin. A kuptoni ku është problemi? Kjo ka nejt 24 orë gjithë kohës me Aleksin në telefon. Këto kanë pas qëllimin e përbashkët. A kupton? Edhe Aleksis me tha thot asë gjo, po ç'pun ka Aleksi ma në Amerikë? Aleksi hyri, u bago fondi, erdhe në Amerikë ti të eli, mu shëru. Çdo Aleksi ma në Amerikë. Apo, normal, Aleksi me ty, duhet të ndanin lekt. Of course, dijet, mua beti. Edhe, në gjoj që a thot. Qa po bën? Më jep këtë, më jep atë, më ndish mbrapa, më tërhiq zvarr në spitali. Qa jam unë? Me kush dreqin është ky person? Atëherë, Kush dreqin është ky person? U detyra, ku je? Qa dhe dal shfaqe bardh, inshallah të shohim sa më mirë dhe nuk më tha asgjë ky tjetri fatura. Ku je? Qa po bën? Më jep këtë, më jep atë, më ndish mbrapa, më tërhiq. Ky tjetri, fatura, ku je, qa po bën? Të shi, a ka në dhoj kuptimit kjo gjo, ku je, qa po bën? Në më thonë, ku je, në spital, mu e di ku është. Ka nevoj me ditë kur se ku je, është në spital, është rime, një. E dyta, fatura, thot. A kupton se ku e ka mendjen? E ka mendjen të letrat, që do të me marë, me ikë për krypun e vetë. Fatura, qa fatura është? Fatura, thot. Të me tërheki zvarë, nuk është duke thonë që unë e kam tërhekur zvarë, po si kur unë po e zvarrit që, a kupton sa ne sa këtë, kurse kjo si zojnë në kërvat. Hiq zvarr në spitali, qa jam unë? Me kush dreqin është ky person? atëherë, E që zvarë nga spitali.